A ke ti besim të politikanët e sotëm të Kosovës? Ndoshta për shkak të moshës përgjigjja eme nuk është edhe aq shumë adekuate, por po mundona me kriju një opinion sinqert, është besimi atë sa është edhe mos besimi, sepse ka politikanë cilët kryesisht ju merr me fushën e arsimit, do me thonë kanë ja përgjigje sakta, kanë qenë sinqert, janë mundu me kriju, do me thonë një hapësirë më të integrume. Por ka posur edhe prej atyre që kryesisht përgjigjet e tyre apo thirrjet që i kanë bën nuk janë plotësuar me nevojat e tremve. Do me thonë nuk kanë kriju një hapësirë ku me pas aktivitete rinore. Andaj mendoj që në të ardhmen besoj që do të ketë një raport më të mirë, nëse normalisht institucionet arsimore, ato të ministrisë edhe shkollat, edhe gjithashtu organizatat jo qeveritare cilët merren trend, nëse bashkëpunojnë mes veti, mundën me kriju një raport më të mirë, që kryesisht e krijon një zhvillim për rininë e Kosovës, sepse rinia është fryti i gjithçkaje, sepse edhe vetë ajo rini në fund e zgjedh udhëheqësin e Kosovës, vendit tonë. A mendon ti se ka ndonjë vendim politik që e ka vështirësuar jetën e rinive, jetën tonë? Vendimet politike, kryesisht ka prej atyre që janë kanë pak ma të themi ma problematike, si për shembull to reformat e reja që merren arsim edhe ndryshimet sistematike. Për shembull, kemi shumë raste ku nuk përshtaten ndoshta me kalibrin e nxënësave tonë, sepse unë kam parë shumë që nxënësat tonë janë të zhvilluar, mjaftueshëm edhe nevojitet gjithmonë me u zhvillu ma shumë me pas një profesion më të mirë, një hapësirë më të mirë në nxënësat, andaj këto ndryshimet apo reformat e reja ndoshta edhe nuk janë shumë adekuate, por gjithashtu është edhe ajo mungesa e punësimit të rinjve, do me thonë sa ju jepet hapësirë të rinjve, edhe nëse nuk kanë provojë, por të rejat apo provojat që i kanë për shembull në bazë të trajnimeve që i mbajnë, organizatave, sa mundën mi shpri ato në vendet punës. Nuk është hap gjithmonë mundësia për vendet e reja të punës për trend. Do me thonë, unë mendoj që këto janë disa nga problemet më të mëdha, apo për shembull kemi edhe problemet e transportit, që shumica e studentëve cilët ndoshta janë studentë shumë të mirë, jetojnë në vende pak më larg, për shembull rurale, edhe kanë problem kryesisht transportin. Mendoj që ndoshta i shkon mirë mu merr më shumë politika e Ministrisë Arsimit me këto me i shiku edhe me au kriju disa kushte më të mira, sepse aty ku është mundësia dhe mundet me pas një zhvillim më denj një student apo një nxënës.